Nuk është një sekret. Ushtria kroate është e armatosur deri në dhëmb dhe është një nga ushtrit më të forta dhe më të rrezikshme në Ballkan. Përveç sistemeve raketore vendase të modifikuara dhe të modernizuara, kroatët kanë blerë nga SHUBA 8 sisteme të sofistikuara raketore HIMARS, që janë të një niveli shumë të lartë. Gjithashtu, qeveria kroate ka blerë nga Gjermania 50 tanket fuqishme Leopard, me krejt sistemin e tyre raketor mbrojtës dhe me shënjestrues me lazer. Po ashtu aviacioni kroat ka blerë nga Franca edhe 6 avion super modern francez Rafale të gjeneratës së 4 dhe të 5. Trajnimi i pilotëve ka përfunduar dhe forca goditëse e avionëve është sot aktive. Këtyre blerjeve të fundit ju shtojnë edhe 6 dronë TB2 Bayraktar nga Turqia, ku gjithashtu janë trajnuar paralelisht edhe pilotët drejtues të dronëve të shtrenjtë. Sipas ekspertëve, fuqizimi ushtarak i Kroacisë është i paparë ndonjëherë në historinë e vendit ballkanik, antar i NATO-s. Nënvizohet që ky arsenal i shtohet forcave të armatosura kroate, të cilat kanë një profil të lartë dhe cilësor në bazën e tyre. Tanket e vjetra jugoslave janë zëvendësuar me 60 tanke amerikane Bradley M2A2 të dhuruara bujarisht nga Washingtoni disa kohë më parë. Në marrëveshjen trepalqe me Shqipërinë dhe Kosovën, Kroacia zotron armatimet më të mira dhe më të përditësuarat, por së bashku me forcat ushtarake shqiptare dhe ato të Republikës së Kosovës, duket se Serbia ndjehet realisht brenda një gardhi mbrojtës ushtarak shumë të fortë.